Prej 2 vitesh në portin e Durrësit nuk kapet drog, armë, mallra kontraband, parakesh apo persona në kërkim, sepse këto aktivitete lejohen nga një rrjet mafioz shtet privat, që kupola qeveritare dhe policia e shtetit në bashkëpunim me grupet mafioze e krijuan nëpërmjet ish drejtorit të portit Piro Vëngu. Por aksionet e spakut me homologët e EBS, raportet e antimafias italiane, DEAS, Europol dhe Eurojust kanë zbuluar trafik droge, armësh, transferta parash ilegale dhe kalim personash në kërkim, të cilët janë lejuar nga shërbimet e kontrollit dhe sigurisë së portit, si dhe nga policia e shtetit, shefat që kanë lejuar dhe lejojnë aktivitetin kriminal. Gerti Gega, i shef operacionesh dhe tashmë drejtor operacional në portin e Durrësit, ka zëvendësuar djalin e tezës së Piro Vëngut, Andrea Shllakun, i cili ishte edhe antar bordi i kompanisë Alabar, ndërsa më 19 dhjetor 2025 Edi Rama emëroi zëvendës ministër të mbrojtjes. Urim Nela, ish drejtori i divizionit operacional në portin e Durrësit, u shkarkua me kërkesë të partnerëve të huaj për lejim të trafiqeve dhe kontrabandës. Aktualisht është shef sektori në këtë drejtori. Alex Marko, ish drejtori i divizionit ligjor dhe administratës së portit detar, është emëruar sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes dhe ende nuk është zëvendësuar në port. Alket Malo, ish drejtori i divizionit financës dhe marrëdhënieve tregtare, u shkarkua me kërkesë të partnerëve të huaj për lejim të trafiqeve dhe kontrabandës. Në bashkëpunim me kompani private, aktualisht është në këtë sektor dhe ish antar bordi i kompanisë Alabar. Anisa Hoxha, ish drejtoreshe e divizionit financës dhe marrëdhënieve tregtare, tashmë drejtoresh kabineti i ministrit Piro Vëngu, është zëvendësuar nga Donjet Zeneli, sekseri Piro Vëngut në ujdime kompanitë private që operojnë në portin detar. Alfred Vela, i drejtori i forcës së sigurisë portuale i besuar i Piro Vëngut, është skeduar në raportet e DEAS, FBI-s, shishit antimafias italiane dhe policisë së shtetit për lejim trafiqesh, kontrabande dhe kalim personash në kërkim, por mbetet i paprekshëm. Rafael Oreggio, drejtor teknik në portin e Durrësit, është përdorur për abuzime të gatishmërisë logjistike si pjesë e grupeve të trafikut të drogës dhe është antar bordi i kompanisë Alabar. Bordi i portit detar, mbulesa e punëve të pista. Ami Kozeli, kryetare përfaqësuese e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Genci Gjonçaj, zëvendës kryetar përfaqësues i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Alkida Llakaj, antare përfaqësuese e Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Elisabeta Mata, antare përfaqësuese e Prefekturës së Durrësit. Serian Mazreku, antar përfaqësues i Bashkisë së Durrësit. Genc Mata, antar përfaqësues i kompanive private që ushtrojnë aktivitet në portin e Durrësit. Bruna Cene, antare përfaqësuese e kompanive private që ushtrojnë aktivitet në portin e Durrësit. Drejtorët që krijojnë kushtet për punët e pista. Indrit Gjoka, drejtori i menaxhimit, shërbimeve dhe infrastrukturës portuale, ish kandidati PS-s për deputet në Durrës me 11 maj 2025 dhe antar bordi i kompanisë së kullave Alabar. Ermal Lila, shefi policisë kufitare në portin e Durrësit, ish zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në drejtorinë e policisë Kukës dhe ish shefi komisariatit të policisë Durrës, i skeduar për bashkëpunim me trafikant, kontrabandistë dhe persona në kërkim. Daulant Allka, drejtori i kapitenerisë, i skeduar për bashkëpunim me trafikant dhe kontrabandistë. Denis Shabani, drejtori i doganës Durrës, i skeduar si mbështetës i grupeve të kontrabandës dhe trafikantëve, si dhe dekonspirues aksionesh në portin e Durrësit, bashkëshorti Mimoza Kaçit të autoritetit mbikëqyrjes financiare dhe i besuar i kryedoganierit Gent Gazheli. Afrim Bakaj, drejtori i regjistrit detar, ushtari i trafikantëve të drogës, armëve dhe kontrabandës në bashkëpunim me pronarët e mjeteve lundruese që kalojnë përmes portit detar. Kompani private të lidhura me rrjetin kriminal. Në portin e Durrësit operojnë disa kompani private shqiptare dhe të huaja që kryejnë dhe kontrollojnë aktivitetin ndoganor, ngarkim, shkarkimin e mallrave dhe menaxhimin e pasagerëve, konkretisht Alb Connection, Algas, Alba Driver, Board, Omergjim, Proteus Company, Redi, ASC, Egnatia, MSC, CMA-CGM, MSD, Levant Shipping, Pelikan, Hapag Lloyd, Costco, Express Feeder, Ship Chandler, Container Full Service Albania, L&F Abduraso Shipping, pastrimi detare të tjerë. Po ashtu agjenci terminalesh dhe doganore, pjesë e strukturës së aktivitetit kriminal në portin e Durrësit, për të cilat do të flasim në vijim.